Analisti politik kontrovers Nexhmedin Spaiu ka dhënë mendimin e tij rreth vërshëllimave që futbollisti Granit Xhaka i mori në Prishtinë nga tifozët e Kosovës në ndeshjen midis Kosovës dhe Zvicrës të vlefshme për grupin B të kualifikueseve për kampionatin botëror. Në një postim të gazetarit Arsim Lani, Spaiu e krahason Xhakën me Slobodan Miloševićin dhe për të fundit thot se është stërnip shqiptari. O Arsim Lani, a je në vete more, po çfarë shqiptari i madh mundet me qenë dikush që luan kundër Kosovës, e aq më tepër që ofendon kombëtaren e Kosovës. Përkatësia etnike e suksesi profesional nuk të bën shqiptar të madh. Edhe Slobodan Miloševići është stërnip shqiptari, po çka u ka bërë shqiptarëve se, ishte komenti i analistit Nexhmedin Spaiu, i cili ka ndezur kritika të ashpra në rrjetet sociale. Ndërkohë, pas kësaj ngjarje ka reaguar edhe vëllai i Granitit Taulant Xhaka, i cili doli publikisht në krah duke thënë: "Gjithmonë deri në vdekje me ty vëlla, krenaria e shqiptarëve, Zoti i ruaj të gjithë shqipet e vërteta në përbot." Në Prishtinë fusha nuk ishte vetëm fushë futbolli, ishte një skenë teatri i hapur ku Granit Xhaka luajti rolin më të vështirë të karrierës së tij, një hero që për një moment u shndërrua në shënjestër dhe pastaj u ringrit si Feniks. Në 2024 stadiumi shpërtheu duke thënë Graniti ynë. Në prezantimin e formacioneve emri i tij nuk thirret, ai u lëritet nga altorpolantët dhe stadiumi shpërthen, të rinj, të moshuar, familje, fëmijë me flamuj, të gjithë në këmbë. Fotot e tij ndriçuan rrugët e Prishtinës, por kjo ishte dashuri reale. Në ato minuta Xhaka nuk ishte vetëm kapiteni i Zvicrës, ishte djali i kësaj toke. Pas 10 minutash kthesa që askush nuk e priti dhe papritmas gjithçka ndryshoi. Sa herë që Graniti nisi të prekte topin, nga një sektor nisën vërshëllimat, në fillim të lehta e pastaj më të forta, një tronditje, një zhgënjim që përshkron stadiumin si një val e ftohtë. Arsyeja, një intervistë e Xhakës për Blik, ku ai tha një të vërtetë sportive se konkurenca te Zvicra është e ashpër dhe se nuk dije nëse Avdullau dhe Ajdari do të arrinin vendin e titularit brenda pak vitesh. Racionaliteti i tij u ndesh me emocionin e një pjese të publikut, një duel i vjetër mes zemrës dhe arsyes në marrëdhëniet Kosovë-Zvicër. E njëjta dorë që duart roket ndonjëherë vërshëllen, për një futbollist normal kjo do të mjaftonte ta shpërqendronte, por Graniti nuk është normal. Ai vazhdoi të organizojë lojën e Zvicrës, të flas me të rinj kosovar, të buzëqesh her pas here, sikur të donte të thoshte: "Edhe kur më dhemni ju kuptoj." Në pjesën e dytë u duk se zemra e Prishtinës u rikthye, dhe atëherë ndodhi ajo që ndodhi vetëm në stadiumet e Ballkanit, ku emocionet ndërrojnë krah si era në male. Filluan mbrojtjet, Xhaka, një duel zërash, vërshëllima kundër ovacioneve, tifozët ndahen por tingujt nuk përplasen, krijuan një tension që mund ta presësh me thik. Në foton që po u bë virale nga ai moment, jam i sigurt se shihet sakt. Xhaka në qendër, stadiumi i ndar, qelli i Prishtinës i rënd me emocione. Në 22:21 ishte skena më e fuqishme e natës. Xhaka u zvendësua nga Murat Yakin. Nuk ishte thjesht një dalje nga fusha, është moment kinematografik. Tribuna kryesore u ngrit në këmbë. Duartrokitjet ishin më të forta se çdo vërshëllime më hershme. Xhaka ngriti dorën, buzëqeshi me sy të lagur, jo nga lotët por nga emocionet, që asnjë kampion nuk i shmang dot. Ai e di se ka dhënë gjithçka. Ai e di se do ta çojë Zvicrën në botërorin e 2026-s. Ai e di se Prishtina në fund e deshi përsëri. Pas ndeshjes, zemra e hapur e kapitenit. Në SRF ai nuk luajti më rol, foli si njeri. Vërshëllimat janë gjëja e fundit që e kam pritur, sidomos këtu në shtëpi, tha kapiteni i Zvicrës. Më dhem të jemi sinqert, por e pranoj, nuk e prisja, por bën pjesë në futboll, shtoi ai. Është e vështirë të gjesh një moment më të sinqert nga ky burr që zakonisht e mban veten të fortë. Ndërkohë Embolo tha, ai është një mal, nuk rrëzohet kaq lehtë. Bashkëlojtari i tij shtoi me fjalë të thjeshta por të jashtëzakonshme se atë e kanë vërshëllyer 60.000 tifozë të Arsenalit dhe Xhaka u kthye më i fortë. Ai ka supe të gjera, do ta kaloj edhe këtë.